Në qytetin e Shkodrës, fëmijët e shtresave në nevojë, veçanërisht ata të komunitetit rom dhe egjiptian, janë në fokusin e shërbimit të drejtorisë së shërbimit social. Për këto fëmijë funksionon edhe qendra komunitare e cila ofron mbështetje dhe trajtim. Specialistja e shërbimit social në Bashkinë Shkodër, Marsida Bizi, tregon se fëmijëve rom dhe egjiptian ofrohet shkollimi, transport falas, lojra, drek dhe mbështetje për detyrat e shtëpisë. Kemi transportin që mundson fëmijët e shkollës bashkovasat, vendqëndrimit tek banesat sociale, janë shumë të përfshirë rom dhe egjiptian. Përveç drekës, ushqimit, në këtë qendër zhvillohen mësimet passhkollore. Përveç këtyre rasteve, kjo qendër komunitare ofron edhe shërbime të tjera ku trajtohen raste të dhunës, si dhe raste të miturish në konflikt me ligjin. Kemi shërbime që bashkia ofron ku ne trajtojmë raste të dhunës, rastet të mitur në konflikt me ligjin, janë domethënë raste që trajtohen dhe marrin shërbime në këtë qendër, janë zonja që këtu bëhet takimi një herë në muaj dhe ju mundsohet edhe një paku nga organizata. Trajtohen tema të ndryshme psikosociale për nënat e fëmijëve, për zonja që janë me UMM, me rast të urdhër mbrojtje dhe të miturit në konflikt me ligjin. Qendra komunitare multifunksionale për familjen ka për qëllim të ofrojë shërbime të shumëllojshme sociale, arsimore dhe integruese për familjet në nevojë, duke përfshirë veçanërisht komunitetet rome dhe egjiptiane.